Babai 8 vjeçari që arriti të mbijetojë aksidenti tragjik të ndodhur 2 ditë më parë në zonën e ish-Kënetës në Durrës, ka rrëfyer gjendjen e të birit i cili po trajtohet në një spital në Tiranë. Në një intervistë për media, ai tregoi se djali ka pësuar dëmtime serioze në legend, në këmbë dhe në mushkëri. Sipas tij, i mituri vazhdon të kërkojë shokët duke besuar se ata janë ende gjallë. Për momentin 8 vjeçari nuk mban mend pothuajse asgjë përveç fakti që makina lëvizte me shpejtësi të madhe. E mora djalin dhe u nisa drejt Tiranës, pasi spitali i Durrësit më referoi këtu. Ai komunikonte por kërkonte vazhdimisht shokët. Njëri nga fëmijët shpëtoi pa u prekur pasi ishte në anë të biçikletës. Djalin e nxorën nga reanimacioni dhe tani ndodhet në dhomë vete. Gjendja e tij është e rënduar. Pyeste vetëm për kushëriri nëse kishte pësuar të njëjtin fat si ai. I tregova një foto të personit të arrestuar dhe i njohu, vetëm ato kujton. Ka një thyerje në legend dhe dëmtime në këmbë, ndërsa në mushkëri ka pësime të tjera. Më thot vetëm që makina ishte shumë e shpejt, u shpreh babai. Duke folur për drejtuesin e automjetit, ai theksoi se bëhet fjalë për një person problematik, i njohur për shkelje të përsëritura, si tejkalimi i shpejtësisë dhe përdorimi i alkoolit. Ai ka qenë gjithmonë problematik. E kemi denoncuar disa herë në polici. Ka pasur vazhdimisht probleme si me shpejtësinë ashtu edhe me alkoolin, tha ai. Sa i përket ndjesës publike të familjarëve të autorit, babai të miturit u shpreh, nuk më duhet ndjesa.